PD akuzon Nadir Çavushollin, pronarit SFO Pharma, për abuzime me rimbursimet e barnave dhe përfitime nga tendrat publik. Sipas zëdhënses antikorrupsion në Partinë Demokratike Genta Vangjelit, prokuroria ka sekuestruar dokumente nga SFO Pharma, ndërsa ndaj Çavushollit ka një vendim gjykate për manipulim tregu pasi ka shitur barna deri në 180 herë më shtrenjtë. Në vijim të hetimeve mbi abuzimet në sistemin e rimbursimeve të barnave, Prokuroria e Tiranës ka ushtruar disa ditë më parë kontroll të gjerë në ambientet e kompanisë SFO Pharma, duke sekuestruar inventarin dhe dokumentacionin e rimbursimeve. Kujtojmë se në 29 prill të këtij viti për Nadir Çavushollin ekziston një vendim i gjykatës të formës prerë për veprën penale manipulim i tregut. Sipas raportimeve, ai ka shitur medikamente deri 180 herë më shtrenjtë se sa çmimi i tyre real, duke dëmtuar kështu rënd qytetarët dhe buxhetin e shtetit. Historia e përfshirjes së tij në skemat palishme nuk është e re. Që në vitin 2016, prokuroria konstatoi një dëm ekonomik prej 2.2 milion euro ndaj shtetit nga receta false dhe abuzime me barna të rimbursueshme, për çka Çavusholli u arrestua. Megjithatë, pas vitit 2017, bizneset e Çavushollit vijuan të lulëzojnë. Përveç linjës autobusëve të Unazës në Tiranë, ai hapi edhe 5 biznese të tjera, në disa prej cilave rezulton bashkëpronar me persona publik. Vangjeli tha se pas vitit 2017 bizneset e tij u zgjeruan edhe në linjën e autobusëve të Unazës dhe disa kompani të tjera me ortak publik. Edhe pse Agjencia e Prokurimit Publik e përjashtoi SFO Pharmën nga tendrat në korrik të 2024-s, Vangjeli thot se Çavusholli hapi kompani në Rock of Kavaja SHPK që mori leje nga kryeministri Edi Rama për të ndërtuar hotel në zonën e Shkëmbit të Kavajës, ku sipas Vangjelit është bashkëpronar me Elvis Doçin, i njohur ndryshe si Visi i Pojës. Pasi përfitoi miliona euro nga tenderat publik dhe ndonë se Agjencia e Prokurimit Publik e përjashtoi kompaninë SFO Pharma nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit për 6 muaj, Çavusholli vendosi ta festoi këtë mas duke hapur një biznes të ri në fushën e turizmit. Dhe nuk i doli keq. Kështu në korrik 2024 u regjistrua kompania Rock of Kavaja, e cila vetëm 2 muaj më pas mori leje nga vetë Edi Rama për ndërtimin e një hoteli të Shkëmbi Kavajës, me një kapital të deklaruar 2.2 milion euro. Nadir Çavusholli zotëron 60% të kuotave, ndërsa pjesa tjetër i përket ortakut të tij, Elvis Doçi. Për blerjen e këtyre kuotave, Çavusholli pagoi ortakut vetëm 600 euro. Në këtë situatë mbetet për tu parë nëse drejtësia do të veprojë realisht duke sekuestruar paratë e bizneset e Nadir Çavushollit, apo këto masa do të mbeten vetëm në letra. Për sa kohë Edi Rama vijon të jetë në krye të qeverisë, duket se njerëzit e lidhur me pushtetin do të shpëtojnë dhe the show must go on, pavarësisht skandaleve, dënimeve apo abuzimeve me paratë e qytetarëve. Opozita kërkon hetim të plot financiar dhe sekuestrimin real të pasurive të Çavushollit dhe bashkëpunëtorëve të tij.